në shalë të bicikletës tritolin dhe ra tritolin tokë, që mund të hidhte në erë, kush e di sa qytetarë. Pra, a ja vlente që unë t'i kushtoja ati edhe 3 sekonda, por aty a ju zbërthyë para medjave, u zbërthyë nga pronarët e tokës në gjdo fjalë dhe fjali të shkruar nga Enkelejda Fetahu, bashkë me Altin Troplinin dhe atë gjelat në sigurimit shtetit, i cili ka vaj problemet e veta, po janë me radhë këto gjëra. Janë me radhë. Kështu që për këto arsye, i vlerësoj qëndrimet e pronarëve që e shkatruan, e nëzorën të paftyrë si që është, e nëzorën, ndaj dhe përgjigja. Por nuk po kalojmë aty, qëndrojmë këtu. Edhe njëherë, këtu keni gjdo dokument në procesin legalizimit të kadastrës, që fakton se toka ka qenarë, që fakton se në këtë tullë 307 metra, si përfaqja ndërtimit kati parë është 92 metra, dhe që vazhdojnë katët në ndërtesa 3 katëshe, që faktojnë mashtrimin publik të Altin Troplinit, që faktojnë se është i pa denjë, është Irena Gjok, bis në prokurorinë e shtetit, dhe që paguhet me rrogën më të lartë në Balkan, nga Slovenia, gjerë në Kakavi, mundë dhe në Greqi, në oftasë jam i sigurt, ky është rroglartë, ky është njeriu më rroglartë. E kuptoni ju apo jo? Se që meriton ky. Pra, unë uroj dhe shpresoj që këto dokumenta t'ja paraqisti publikut, si një detyrim, edhe si një detyrim moral, për atë lloj kredibilitetit pa merituar, kur të merituar, që i është dhënë atij personi. Shqiptarët të mësojnë se kush janë ata që bën vetingun dhe si e bën vetingun. Se të përfaqëson ky njeri që u bë i plot fuqishëm në veting pas largimit të institucioneve të vetingut. Pra, ky është narkoshteti. Ky është shteti i delinkuentëve, i mashtruesve, i paralarzëve të tipit Dumani. Prej sa kohë që i dispononi këto dokumenta zotit Berisha, dhe çfarë ju pengon juve që të dorëzoni në SPAK në një kohë më të shpejtë? Këto dokumenta ka disa kohë, por ja i pata njoftuar ju. Unë ju thash këtu se po ezaurojmë njëherë dosjen Gjoka Maneku Shpata e tjerë me radhë. Pasi u ezarua ajo dosje, ja u thash, unë do ju rikthehem, ju kisha informuar, do ju rikthehem dosjes Dumani. Dosjes Dumani. Dhe ju riktheva dosjes Dumani me këto dokumenta. Saktësisht mund të ketë disa muaj që unë i disponoj. Por, kam deklaruar në mënyrën më të përsëritur se kur njënën punë si shtetit nuk mund të ketë me rrogën e tij dhe të bashkëshortes tij 4 banesa si ky. Kto e kam deklaruar sepse afërmend s'mund të bëhet. Tani faktohen të gjitha. A keni dosje për prokurorë të tjerë të SPAK? Çfarëdo që kam, unë nuk e mbaj e bëj publike. Ju garantoj se unë bëj publike, i bëni ju, edhe e vlerësoj shumë, kur i bëni, të them këtu, kam vlerësimin më të madh për publikimet që ju bëni, dhe e konsideroj detyrë absolute që çdo deputet dhe çdo politikan duhet të bëj publike çdo dokument në të cilin faktohet shkelja e ligjit, faktohet krimi, faktohet larja parave e të tjerë. Unë bëj çdo gjë publike. Ndjek një rend, natyrisht e ndjek një rend, po, sepse nuk duhet të ekoja njerëz ta dëmtoj tjetrën, por unë s'maj gjë.
për cilin do. Jo vetëm. Unë kam bërë publike për Linda Ramen, ju e dini këtu, jeni dëshmitar apo jo? Unë isha e arrestuar, imaginoni, nga dritarja, nuk i kisha këte, nga dritarja e shpisë në arrest, unë ju paraqita ju dokumentin e Geron Meqës me Linda Ramen, e nuk marrë unë dokumenta, por sot është kjo e Dumanit. Ndaj dhe edhe njëherë, të japë urgjent dorëheqjen të shkoj para prokurorisë. Tani lidhur me padin. Ka një problem. Ç'kan bërë këta? Ligji parashikon dhe normal që këta të hetohen nga Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e zakonshme. Këta kanë bërë gjithçka dhe kanë marrë hetimin e vet në durët e veta. Asnjë institucion. Pra, kanë bërë gjithçka. Po të shifni, këta nuk përfillin konfliktin e interesit. Dhe s'do ta bënin kurrë këtë. Pra tani ti më thunë mua... Në fakt, ligjet politika i bën, zoti Berisha. Ligjet politika i bën. S'ka ligj për këtë. Me ligj ta i merë Prokuroria e Tiranës, por kanë sa dushin, se ç'bëjnë ca vendime në interes të tyre, dhe pastaj kanë marrë në dorë hetimin e Spakut. Spaku duhet ketë një njësi të posaçme pranë prokurorit përgjithshëm për t'i hetuar. Po Spaku nuk mund të hetoj Spakun. Sepse këta, po të sjellun këtu dosje tjera të Dumanit, si i ka kap peng prokuror të tjerë ky, vetëm tek Toyota Yaris janë 3 prokuror brenda me atë Dautin. Zoti Berisha, kur ju mbani këtë dosje, nuk rrezikoni ti në kushtet e mos kallëzimit të krimit, sepse thatë që dosjen... Kush tha? Po pra, tha disa muaj. Po i diskutoj, sepse jo e kisha njoftuar, të lutëm, Anila, kisha njoftuar këtu para jush, se do ezaurojmë dosjen Gjoka dhe do kalojmë tek dosja Troplini. Por që të kemë vlerë për drejtësin, ato duhet i dorëzohen prokurorit. Urdhë? Që të kemë vlerë për drejtësin, duhet i dorëzohen drejtësin. Sigurisht që i dorëzojnë në drejtësi, dosja Gjoka ka një proces. E kuptoni ju apo jo? A e pasi e ka hetuar Troplini procesin e Gjokës? Aja u paraqita këtu? Është një prokuror tjetër në fakt aty, zoti Berisha. A e nëzorën Gjokën Qelibar, Troplini, e nëzorën Gjokën Qelibar, e ka dërguar Qelibar dosjen, sepse ka vetë të zezë sa jo. Ndaj dhe nuk mbaj unë gjë. Unë nuk mbaj asë një dokument, asë një gjë. Natyrisht, ka një rend, si njeri që informohet, dhe kam mirënjohjen më të pakufishme, ndaj të gjitha atyre qytetarëve që tregojnë besim tek Sali Berisha, dhe dërgojnë dokumenta, dërgojnë informacione të cilat unë i përdor vetëm në interes qytetarëve dhe do i përdor. Zoti Berisha, kemi dhe një pyetje të fundit. Ju si Parti Demokratike ende nuk keni një datë për një protestë të ardhshme. A do të vijojë opozita me protesta dhe nëse po, kur? Të falënderoj shumë. Në mënyrën më të fuqishme do vazhdohet me protesta. Por siç e dini, janë nga sot, gjerë me datën 30, 2 ngjarje të mëdha. Është referendumi për votbesimin e kryetarit dhe është kuvendi kombëtar. Tani ç'është e vërteta, këto janë procese që kërkojnë punë, kërkojnë përgatitje teknike, kërkojnë një punë të gjerë. Ndaj dhe të siguroj që ditët më të para të qershorit do të jetë kryengritja paqësore më fuqishme që ka njohur Shqipëria. Faleminderit shumë.